Janë pjesë e kursit të qëndisjes në Qendrën Kulturore Fato Berberi. Këto vajza, në drejtimin e mjeshtres së kostumeve popullor Eli Zhulati, kanë arritur të marrin një urit bazë tashmë mbi teknikat e ndryshme të kësaj tradite. Këtë e dëshmuan sot me ngritjen e ateljes së hapur të improvizuar në pazarin karakteristik. Mua më pëlqen shumë të qëndis, kam 3 muaj, edhe mua më pëlqen shumë të mësoj zinxhirin. Kur si ka ecur kursi deri tani? Ka ecur shumë bukur, argëtohemi shumë. Mësojmë gjëra shumë të bukura. Cilat janë ato gjërat e para që ti ke mësuar? Gjërat e para që kam mësuar është që të qëndis. Ke mësuar si të mbash gjelbërën, si të... Na trego pak. Dhe kur fillova për herën e parë nuk e dija se si ta bëja qëndisjen, por mësoj se Elina i mësoi të tëra. Çfarë do qëndisësh ti sot? Unë të qëndis. Çfarë shkruan aty? Unë. Cila është teknika që do përdorni në qëndisje? Të ngeri makine. E ke mësuar ti, o ka mësuar të ta Eli këto teknika që ti sa ko ke që je pjesë e kursit? 6 muaj, po. Ke qëndisur në një gjë tjetër të bukur? Po. Çfarë për shembull? Kam qëndisur këtë, që është kjo shkronja A dhe kjo zemra. Ky aktivitet që erdhi nën titullin Qëndisim vlerat e traditës pati për qëllim thithjen e sa më shumë vajzave në këtë kurs, por edhe njohjen e të interesuarave dhe turistëve me mënyrën e qëndisjes karakteristike. Sot është një nga aktivitetet e radhës që bën Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberin, të cilën unë bëj pjesë, kemi thënë disa herë si instruktore jashtme e grupit të qëndisjes. Ideja nuk është ne të mbajmë vetëm atë grupin e vogël modest që kemi, por është një mënyrë për të bërë thirrje edhe fëmijëve të tjerë të qytetit, bashkohu me ne. Logua për këtë radhë është Unë qëndis, po kjo të vlej edhe për grupet e turistëve që vizitojnë Gjirokastrën këtë ditë të premte, për të parë kuriozitetin, po për të dhënë dhe tek ata një mesazh që këtu diçka fillon për të vazhduar trashëgimia dhe konkretisht qëndisja që është një nga elementet e trashëgimisë kulturore në Gjirokastër. Të them që jam shumë optimiste, këta janë shumë fëmijë të vegjël edhe po dëshira e tyre për të frekuentuar këtë grup është e mirë. Dhe kjo mua më bën që her pas here edhe me drejtuesit e qendrës të krijojmë edhe të mendojmë idera si t'ja u bëjmë një ditë ndryshe nga e përditshmja. Qendra Kulturore Fato Berberi vitet e fundit i ka dhënë përparësi çeljes së kurseve që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe përcjelljen e traditave gjirokastrite të brezat e rinj. Përveç atij të qëndisjes, në të funksionojnë edhe kurset e ciceronëve dhe polifonisë.